Kreu i SPAK Lodian Brahu zhvilloi takimin e parë me gazetarët ku prezantoi bilancin e punës së strukturës së posaçme për periudhën 1 janar-15 2026. Gjatë konferencës, Brahu bëri të ditur se SPAK ka intensifikuar hetimet ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar, duke vënë në hetim 16 zyrtar dhe ish zyrtar të nivelit të lartë, ndërsa ka sekuestruar pasuri me vlerë rreth 440 milionë euro. Sipas të dhënave të prezantuara gjatë 7 muajve të parë të vitit, janë hetuar 5 kryetar ose ish kryetar bashkish, 5 drejtues ose ish drejtues institucionesh qendrore, 3 gjyqtar, ish gjyqtar ose prokuror, 2 ministra ose ish ministra dhe 1 deputet. Në kuadër të hetimeve, SPAK ka vendosur në sekuestro mbi 150.000 metra katror pronat paluajtshme, më shumë se 60 vila, apartamente dhe hotele, mbi 10 shoqëri tregtare dhe asetet e tyre, më shumë se 620 llogari bankare, si dhe rreth 100 automjete dhe mjete lundruese. Gjatë konferencës, Brahu ndal edhe tek disa prej dosjeve më të rëndësishme që po heton SPAK. I pyetur për çështjen e zëvendës kryeministres, ai deklaroi se kjo mbetet dosja me prioritet të lartë për institucionin. Brahu theksoi se refuzimi i kuvendit për kërkesën e mëparshme të SPAK nuk i ka penguar hetimet. Kreu i SPAK foli edhe për biznesmenin Ermal Beqiri, i arrestuar në Francë, duke bërë të ditur se prokuroria ka kërkuar sekuestrimin e të gjitha pasurive të tij. Sipas Brahos, kërkesa nuk përfshin vetëm avionet, por edhe prona dhe asetet të tjera që rezultojnë në zotërimin e tij. Lidhur me çështjen e njohur si Albanian Files, Brahu konfirmoi se në SPAK janë depozituar 2 kallëzime. Ai tha se materialet ndodhen në fazën e verifikimit dhe se prokuroria do të shqyrtojë çdo pretendim me provë që do të vihet në dispozicion për të vendosur nëse ekzistojnë kushtet ligjore për nisjen e një hetimi. Në përfundim të konferencës, Brahu theksoi se SPAK do të vijojë hetimet ndaj korrupsionit në nivelet më të larta dhe krimit të organizuar, duke garantuar se çdo procedim do të zhvillohet mbi bazën e provave dhe në përputhje me ligjin.